Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në pjesën me personalitetet e ditës së sotme dhe temën për të cilën sot do të flasim. Sot do flasim në fakt për një temë shumë të bukur, do të diskutojmë në lidhje me aktivitetet dhe sigurisht historikun e grupit të leximit Një fjalë një jetë që funksionon në kuadër të Institutit Hifzit dhe bukurleximit të Kuranit Hafez Hasan Zendeli nga Gostivari. Për të folur për një temë të tillë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të na nderojnë në emisionin ton dy le të themi pjesë të udhëheqësisë këtij grupi ose thënë më ndryshe koordinatoria dhe zëvendës koordinatoria. Përshëndetje për Hafsa Rushitin, mirë se erdhët Hafsa. Faleminderit, mirë se u gjetëm Mariana. Faleminderit gjithashtu edhe për Ainur Selmanin. Përshëndetje Ainur, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Do flasim sigurisht për grupin e leximit, por ne kemi kështu si traditë në emisionet tona. Flasim pak fillimisht një letër njoftim të shkurtër në lidhje me personalitetet të cilët i kemi në studion ton. Atëherë le të fillojmë pak të flasim dhe të njihemi me Hafsën. Okej. Unë jam Hafsa Rushiti, jam teologe e diplomuar në qytetin Izmir të Turqisë. Po ashtu edhe masterin e kam kryer në të njëjtin vend, ndërsa nga ana tjetër jam medresante e shkollës Isabeu në Gostivar. Faleminderit shumë Hafsa për këtë letër njoftim. Atëherë flasim edhe me Ainurën për të kuptuar pak më shumë rreth biografisë së saj. Po, unë jam Ainur Selmani, kam lindur dhe jam rritur në qytetin e Gostivarit. Aty kam kryer edhe shkollimin fillor dhe të mesëm. Shkolla e mesme është e mjekësisë. Pastaj kam vazhduar studimet pranë Universitetit të Tetovës në drejtimin e psikologjisë, ku aty ndjek edhe ciklin e dytë të studimeve. Gjithashtu ndjek edhe një specializim për psikoterapi të Gestaltit në Institutin e Gestaltit në Shkup. Punoj si asistente arsimore në një shkollë fillore aty në Gostivare dhe si terapiste zhvillimi me fëmijë me nevoja ndryshe. Faleminderit shumë për këtë njoftim në lidhje me biografinë tuaj. Do të flasim sigurisht për pjesën e grupit të leximit, por të ndalemi pak tek Instituti i Hifzit që përmenda pak më herët dhe i bukurleximit të Kuranit Hafez Hasan Zendeli në Gostivar. A mund ta informoni pak më shumë rreth asaj se si funksionon ky institut? Instituti i Hifzit dhe bukurleximit të Kuranit Hafez Hasan Efendi Zendeli është ndërtuar në vitin 2019 nga ana e muftinisë së Gostivarit, domethënë Bashkisë Fetare Islamit të Gostivarit, dhe ka për qëllim domethënë rritjen dhe zhvillimin e personaliteteve të cilët duan ta memorizojnë të gjithë Kuranin, përmendesh, po ashtu domethënë që duan të marrin leksione ekstra në aspektin e zhvillimit të artit të bukurleximit dhe zhvillimit të zërit dhe makamit të leximit të Kuranit. Instituti i Hifzit dhe bukurleximit të Kuranit drejtohet nga drejtori i saj, magjistër Eliesa Hasani, i cili po ashtu ka përfunduar leksione të bukurleximit në Sharaj dhe të njëjtën kohë është domethënë fituesi i garave të 2017-s në Zagreb për bukurlexim të Kuranit në gara ndërkombëtare. Sa i përket domethënë çështjes së institutit, domethënë çfarë përmban, ka domethënë fazën përgatitore, domethënë para hifzit që përgatiten, marrin leksione të kiratit ku mësojnë domethënë rregullat dhe tajvidin e leximit të Kuranit dhe pastaj domethënë fillon faza e memorizimit dhe të njëjtën kohë ato të cilat janë vetëm për bukurlexim dhe mësim të makamit. Ndërsa ne si grupi e leximit jemi domethënë në aspektin e aktiviteteve në aspektin e grupit të aktiviteteve të institutit, ku unë pas kthimit nga Turqia për punë, domethënë në Maqedoni, filluam domethënë të mendojmë në aspektin se çfarë mund t'i bëjmë, t'japim për rinin në realitet, dhe vendosëm që së bashku me drejtorin e institutit të ndërtojmë një grup ku do t'jetë domethënë qendër e vëmendjes, leximi dhe analizimi i librave. Shumë e bukur. Pra ky është edhe ai qëllimi të cilin ju ja keni vënë vetes për ta themeluar dhe për të funksionuar një qendër e tillë. Po, në realitet e vërtetëm se në shumë vende të botës, klubet dhe grupet e leximit, domethënë për lexim dhe analizim të librave, janë në një funksion shumë të madh, ndërsa në vendi jonë mungonte këto sende. Përderisa e dim se çdo gjë fillon nga leximi, secili shkollim domethënë që pastaj arrihet në fillim fillon patjetër nga leximi. Ne menduam që të rinjt tonë duhet të zhvillohen në fillim të kuptojnë se çfarë është libri, të kuptojnë se çfarë është leximi. Leximi t'i kushtojë një pjesë të veçantë në jetën e tyre, sado e ngarkuar të jetë ajo jetë,
sepse secila nga anëtarët tona të cilët i kemi dhe se janë të ngarkuara, drejtori në institutit që e kemi është i angazhuar me shumë aktivitete dhe shumë punë të tjera të cilët janë brenda institutit dhe muftinis, por ai gjen kohë që brenda një viti të lexojë afër 100 libra. Ne si anëtarë domethënë të grupit të leximit që jemi, e ndoqëm shembullin e lartë që e kishim përpara, dhe po ashtu muftinia e Gostivarit dhe muftiu i muftinisë së Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, na ka përkrahur në maksimalisht në këtë aspekt dhe drejtim të cilën ne deshëm ta marrim, dhe arritëm qëllimin që të formojmë një grup i vogël i cili do të jetë domethënë një hap i madh beson për rinin tonë. Sigurisht dhe atë një hap shumë i rëndësishëm, sepse gjurmët e këtij instituti dhe në të ardhmen do të jenë të pashlyeshme, kështu që ju përgëzojmë për gjithë këtë angazhim të juaj së bashku dhe me drejtorin për të themeluar një institut apo një qendër të tillë. Ainur, të flasim pak për antarët e këtij grupi dhe a ka mundësi që të antarësohen dhe të tjerë që duan të jenë pjesë e këtij grupi? Po. Në fillim, ky grup ka filluar me një numër shumë të vogël të anëtarë, normalisht, mirë po mbas themelimit edhe gjatë rrugës na jemi rrit. Tash për momentin, grupi i leximit Një Fjalë Një Jetë numëron 20 anëtarë, të cilët janë të profesioneve të ndryshme. Në grup kemi mjeke, kemi teologe, kemi psikolog, kemi defektologe, kemi motra medicinale, nutricioniste, pedagoge, profesoresha të gjuhës, profesione të ndryshme. Aktive jemi 16 anëtare, për shkak se disa anëtare janë jashtë, veprojnë dhe jetojnë jashtë shtetit. Këto anëtare na kyçen edhe na bashkohen neve vetëm në takimet online apo në projektet online që neve i organizojmë si grup leximi Një Fjalë Një Jetë. Ndërsa për aktive mbi organizimin në vend jemi 16 anëtare. Kush mund të antarësohet? Normalisht si grup leximi Një Fjalë Një Jetë na identifikohemi Gjinisë Femrore. Është i themeluar prej Gjinisë Femrore për Gjininë Femrore. Mund të vinë të gjithë ato të cilët e duan librin, e duan të lexuarit, janë të mirëseardhura. Do të thënë është dera e hapur edhe për anëtarë të ri që bëjnë pjesë. Një mirëseardhje edhe për ato. Ja, edhe për këtu mundemi t'i ftojmë që na bashkangjiten. Një mesazh edhe një apel për të gjithë ato të cilët e duan librin, e duan të lexuarit. Vetëm mund të ndryj pak. Ainulja vetë se e përmendi, ne kemi edhe pjesën online, domethënë. Prandaj nuk është patjetër që antarët i kemi vetëm nga Gostivari. Po, këtu e kisha pyetjen e radhës. Jemi të hapur edhe për antarë nga jashtë, domethënë, territorit të Gostivarit, brenda Maqedonisë, po edhe jashtë kufive të Maqedonisë, domethënë, çdo kush që interesohet dhe e don leximin, ne jemi ashtu. Shumë e bukur, shumë një gjest shumë fisnik edhe nga ana juaj, për mirëseardhje edhe për ata të cilët nuk janë nga qyteti i Gostivarit. Të flasim pak Ainur për aktivitetet dhe për projektet që i keni realizuar me këtë grup? Po, patjetër. Grupi i leximit prej në fillim numëron disa aktivitete realisht. Na si grup leximi kemi filluar aktivitetin e parë apo projektin e parë, Dhuroj një libër, ndryshon një jetë, në motën një ditë lexova një libër dhe gjithë jeta ime ndryshoi. Ku në gjitha shkollat e mesme të qytetit të Gostivarit u ndan nga 20 libra për 20 nxënësit më të mirë të gjeneratës. Ky organizim, ky projekt ishte organizuar bashkë me shkollat e mesme të qytetit dhe me sektorin për arsim pranë komunës së Gostivarit dhe komunës dhe shkollave në rrethin. Pastaj kemi vazhduar me aktivitete me projekte të tjera, siç është në ombrellën e Ramazanit, ku na kemi krijuar një broshurë, plani i Ramazanit. Broshura për vit të parë u botua vetëm në gjuhë shqipe. Broshurë e cila përmban 30 aktivitete gjatë muajit të Ramazanit, e cila u nda për gjitha nxënësit e shkollave fillore, konkretisht klasave të 6-ta, të cilët ndjekin etikë dhe religjion në shkollë. Më pas, organizimi kryesor u bë në një shkollë fillore aty në Gostivar. Kemi organizuar iftar tradicional me panel diskutimi edhe me tribuna fetare-shkencore me një numër të ftuarish të konsiderueshëm. Pastaj kemi vazhduar me planin tim të Ramazanit si projekt, është shtrirë dhe ka aktivitetet të cilët janë plotësuar. Është përkthyer këtë vit është përkthyer në gjuhë turke dhe është ky. Në gjuhë maqedone kemi vetëm një broshurë kështu në këtë formati. Tash këtë vit edhe vitin e kalum, broshurat janë ndarë, vitin e kalum janë ndarë për nxënësit e mektebeve të xhamive të gjithë qytetit të Gostivarit dhe rrethinës, me një organizim tradicional në Pallatin e Kulturës, ndërsa këtë vit përsëri janë ndarë për nxënësit e shkollave fillore, konkretisht klasave të 6-ta, të cilët ndjekin etikën e religionit. Aktiviteti më i ri
Pranë grupit të leximit është sofra e horizonteve, është aktivitet i cili projekt, i cili na ftojnë një autor ose figura të ndryshme të cilët kanë botuar librin ose kanë dhënë kontribut në të shkruarit. Qëllimi i këtij projekti është jo vetëm ligjërat dëgjimore, autorit të ligjerojë dhe në tjeri ta dëgjojnë, po është një lloj bashkëbisedimi i frytshëm midis anëtarëve të klubit të leximit me figurën, me autorin të cilin ne e kemi ftuar. Si e këtë projekt e kemi filluar me autorin Fatmir Muja, i cili ishte i ftuar i pari joni në grupin e leximit Një fjalë një jetë, dhe tash ky projekt do vazhdojë mandej dhe llogarisim si projekt më të veçantë, është projekti më i fundit i cili na e kemi realizuar. Më se përmendet shumë projekte, shumë aktivitete që keni realizuar. Cili është projekti më i veçantë, le të themi për juve, apo që ju le më shumë mbresa, që ka më shumë, le të themi, kujtime ose aktiviteti më i veçantë? Projekti i parë, normalisht që na kemi qenë më të entuziazmuara si projekt, se ka qenë projekti jonë i parë, mirë po na si anëtare të klubit, gjithë themi ai i cili është i fundit, na sikur dashurojemi në atë projektin e fundit. Në realitet secili projekt derisa të fillon e tjetri, po në është i veçantë. Sepse pastaj ajo bëhet traditë jona. Domethënë secili projekt tjetri është më i veçantë se ai që kaloi, sa ajo është traditë, tash na e dim rendin se si duhet të zhvillohet projekti dhe te ajo shkojnë vetëm duke e shtu diçka plus, domethënë. Për shembull e përmendim, fillimisht ishte vetëm një broshurë në gjuhën shqipe, pastaj vitin tjetër ne e shndrum domethënë plus me në gjuhën turke. Domethënë kjo shtohet dhe ajo nuk është më e veçantë për ne, jo se nuk është e veçantë, ne ato i duam shumë. Janë domethënë tepër të veçanta për ne, por kjo e reja derisa të shtohet 1 cent më tepër, ngelen si më e veçanta, më e domethënë e saktuar. Me e këndshmja. Me e këndshmja, po. Sikur mendojmë se kena arritur qershin mbi torta, më mendojmë se kemi ende kate të cilat duhet t'i bëjmë. Realisht këto aktivitete pastaj bëhen tradicionale, domethënë çdo vit vazhdojnë. Në realitet secilin aktivitet që e kena fillu, fale dhe mundësisë dhe bashkëpunimit që e kemi me Muftininë e Gostivarit që na mundson dhe na përkrahen në mënyrë financiare, motivuese dhe morale, domethënë. Ne secilin aktivitet që e kena fillu, na kanë mirëpritur me projektin që e kena shku, na kanë mirëpritur në aspektin se është një pozitivitet që duhet të realizohet, e kanë marrë seriozisht punën tonë, ashtu edhe ne si e marrim, edhe e kena shndruar në mënyrë tradicionale. Për shembull, mesin e aktiviteteve të cilat i bëjmë, ne që 4 vite, domethënë, vazhdojmë me leximin dhe komentimin e Kuranit familjar në 30 ditë, domethënë 30 ligjërata të Ramazanit. Domethënë në ombrellën e Ramazanit është projekti, por aktivitetet brenda ombrellës Ramazanit, prandaj edhe emrin e kanë në ombrellën e Ramazanit, duke u fokusuar se brenda asaj kemi ne domethënë shumë aktivitete tjera, i mbledh, po, në ombrellën e Ramazanit. Edhe për shembull, secilën natë ne kemi komentim të Kuranit familjar, caktojmë suret veçanta, cilët sure do komentohen, si do të komentohen, nga burimet tradicionale të Islamit, siç janë tefsiret, komentimet e Kuranit, ato të cilët janë të transmetuara me njëherë nga dietarët që kanë ardhur pas profetit Muhammed, dhe deri me çështjet moderne të jetës tonë të cilat i kemi. Edhe i vazhdojmë secilën natë, për shembull, kemi ende ditë ku do të vazhdojmë, kemi edhe një 3 net, ju mi presim ato të cilët duan të bashkangjitojnë, janë në mënyrë online për shembull. Kjo është domethënë një aktiviteti prej fillim deri në fund që zhvillohet në mënyrë online. Për gjithë, domethënë, që të kenë mundësi të gjithë të jenë pjesë e këtij aktiviteti, sepse jo çdo kush ka mundësi të sidomos brenda Ramazanit. Domethënë, çështja e agjërimit, çështja e obligimeve tjera, punëve që i kemi, unë vetë arsimtare, domethënë, gjatë ditës jam në shkollë, Ajnuria gjithashtu, anëtarë të tjera i kemi secila në punën e vet. Edhe kur arrim, domethënë, pas iftarit, familjarët takohen më tepër, ne mundohena që të gjejmë një kohë të caktuar për kuptimin e fjalës së Kuranit, domethënë. Shumë e bukur, edhe si ndjen si emocion shumë e bukur dhe mbetet si një kujtim nga më të bukurit në Ramazan që keni realizuar bashkë. Gjithashtu na e bëjmë edhe iftarin tradicional të grupit të leximit, vetëm anëtarët, e bëjmë aty tek instituti ku na edhe i lexojmë librat edhe i komentojmë. Gjithashtu edhe iftarin tradicional me manifestim qendror bashkë me një tryezë të rumbullakët apo me një panel diskutimi në formë të ligjëratave, të cilët her pas here shumë e bukur i ndryshojmë temat. Megjithatë, çdo aktivitet është i veçantë, apo jo? Po, çdo aktivitet është i veçantë. Ky fundi tash është duke na mbajtur ende sofra e horizonteve në top. Shumë e bukur. Tash pse duhet aty pak më tepër. Po, ta zhvillojmë edhe kemi ende ide të cilat duam ti plasoni, ti realizoni. Ama për shembull nëse e marrim
Iftari i fundit që organizojmë, ishte i pari, do me thënë, sa do t'ishte tradicional dhe i treti me radhë që organizojmë ne, si klub, për ne ishte shumë i veçantë në aspektin se i kishim një tryez trumbullakët. Do me thënë, viteve tjera ne kena për panel, këtë vit do me thënë ishte një entuziazm edhe për ne, edhe aty e ndjetëm atë veçantinë. Çdo risi e ka veçantinë e vetë edhe pse është aktivitet tradicional që mbahet çdo vit, apo jo? Çdo gjë që na japim grupit të leximit, çdo antar e jep me shumë dashuri. Po, vrehet. Të gjitha projektet janë të bëme prej dëshirës edhe prej atij qefit madh për ta realizuar. Dhe sigurisht do të ketë sukses meqense bëhen punë të cilët duhen edhe dashurohen realisht, siç janë aktivitetet që ju i realizoni. Na duam këtë edhe ta përçojmë tek të rinj. Realisht dashurinë edhe dëshirën e madhe që na e kemi për të lexuarit edhe për librin, të rinjt ta vrejnë edhe ta ndjejnë. Dhe ti motivoni, ti inspironi, të motivohen edhe të na kenë model, siç na që Gurishti Hafsa, profesorin e Ljesa, edhe ato të kenë një model, një shembull. Në realitet, çështja si e tha Ainurja, ne secilin aktivitet që e kena bërë e kena marrë nga librat. Për shembull, aktiviteti i pari joni, që i them se është bepza e syrit për ne, se ka qenë i pari, dhuron një libër ndryshon një jetë, në moton një ditë e lexova një libër dhe gjithë jeta ime ndryshoi, që e ka thënë Orhan Pamuku si shkrimtar. Ne për shembull e lexonim librat e parë, 3 librat e parë që i kena lexuar Organizimi i jetës, ka qenë me autor Amr Halit. Dhe ai për shembull kërkonte që ne jo vetëm të ulemi të lexojmë dhe të analizojmë librat, por kërkonte aktivitete prej nesh. Domethënë, tash e lexove, tash mbyllë thonte librin dhe çohu thotë veprosh. Edhe ne e vërejtëm se duhet veprojmë diçka, edhe për shembull aty thonte se duhet dhurojmë nga ajo të cilën ne e duam më tepër. Ne menduam çështjet humanitare, menduam çështjet. Pastaj tham neve na mungon leximi dhe ne jena grup për leximi. Atëherë neve na takon të dhurojmë libra. Edhe do me thënë aktiviteti i parë në atë mënyrë filloj. Edhe aktivitetet tjera, për shembull temat e paneleve të cilët i gjejmë, ne për shembull i hasim një herë në librat të cilët i lexojmë. Për shembull tema e fundit që e zgjodhëm ishte perceptimi i higjienës femërore në kulturë dhe fe, që diskutojmë së bashku, do me thënë në tryezën e rrumbullakët. Atë për shembull si temë ne u bazuam tek libri Gratë nga Sami Frashëri, sepse zhanret e librave të cilët ne i lexojmë nuk janë vetëm fetare. Do me thënë janë libra të ndryshëm, lexojmë edhe klasiket botërore, ne lexojmë edhe librat për veç zhvillim personal që janë, po të njëjtën kohë lexojmë edhe libra fetar. Dhe ekstra, do me thënë, në Ramazan lexojmë fjalën e Allahut, do me thënë komentimin e fjalës së Allahut duke u munduar ta marrim mesazhin hyjnor. Do me thënë, zhanret i kemi të ndryshme dhe për secilin aktivitet që bëjmë ne bazohemi, do me thënë, në një libër para ku e kemi lexuar dhe kjo është do me thënë një pozitivitet shumë i mirë edhe për grupin tonë, edhe një motivim për ne, sepse kur e lexon dhe e vendos në praktik, sikur e ke do me thënë atë, e jetëson, do me thënë, unë nuk kam humbur kohë me lexim, do me thënë, unë kam futur diçka në jetën time, kam investuar në jetën time, edhe andaj ne mundohemi të jemi shembull në realitet edhe për rrethin, do me thënë ku jemi. Ju lumt për kreativitetin, ju përgëzoj për gjitha këto ide kaq të bukura dhe njëkohësisht i realizoni dhe me gjithë këtë vullnet dhe elan që keni për të punuar dhe për të çuar përpara shoqërinë dhe rinin e Gostivarit dhe jo vetëm. Kështu të rish më tepër si shembuj duhet t'i marrim dhe na duhen edhe në shoqërinë tonë. Megjithëse përmendëm ato aktivitete që janë më të veçanta sipas jush, por cilat janë planet që i keni për të ardhmen, përveç aktiviteteve tradicionale? Planet që i kemi për të ardhmen, ne plane kemi vazhdimisht për të ardhmen. Vetëm këto që i përmendëm bile mund të llogaritën se i kemi të ardhmen, se këto do të vazhdojnë. Tash përveç tradicionaleve. Në realitet atë që i përmendëm, ne secilin do me thënë vit mundojna të japim diçka më tepër se viti që kaloi. Andaj do me thënë plani i parë që i kemi do me thënë në rend, e kemi do me thënë 2 broshura që i kemi, kjo është në gjuhën shqipe, e para ishtë do me thënë mënyrën e formatit A4, diçka kështu, do me thënë. Pastaj do me thënë, shtum edhe në gjuhën, do me thënë një plan pak ma i vogël, ma i lehtë për të përdorur, në gjuhën shqipe, këtë vit e bëm gjuhën turke. Do me thënë ishtë i pari që u përkthy. Gjuhën turke dhe është i njëjti. Këtë do me thënë plani i radhës është që këtë ta përkthejmë në gjuhën maqedone, që tjetë do me thënë i dedikuar edhe për pjesën tjetër, sepse për momentin për gjuhën maqedone kena pasur vetëm broshurën e kartonit për të mbushur çfarë kena bërë gjatë Ramazanit. Kjo është plani i parë të cilën e kemi në rend për ta realizuar inshallah. Ndërsa planet tjera do me thënë që i kemi, njëjtë si broshura që i kemi për klasat e 6-ta, këto dedikohen më tepër klasave 6-ta, sepse unë si arsimtare e etikës religioneve e vrejta një mungesë të këtij libri në shkolla, edhe grupin e kisha shumë për krahje, së bashku e bëm një broshurë që të jetë dedikuar për ato.
Po tash do me thënë, Ajnuria e vren se ka një munges të fëmijë që janë pak më të vogël se klasat e 6-ta. Neve na duhet edhe aty. Të krijojmë edhe 2 nivele tjera, një nivel tjetër të broshurës i cili do i përkasë fëmijëve pak me nivel më të lartë dhe një nivel të broshurës për fëmijët e moshës më të ulët. Do me thënë se jemi të krijojnë 3 nivele të broshurës. Të broshurave. Që do t'ju, se për shembull një i shkollës mesme, kur ta marrë, do me thënë, ta shfletone, jo se do jetë tërheqë dhe mendjen, edhe pse është, do me thënë, e lezetshme, se është sikur për fëmijët dhe se cili njeri e mban brenda vetes atë ndjenjën fëmijërore, por që normal se 2 ditë edhe mund të bezdiset, ose mund ta përfundone për 1 ditë. Kështu që ne do të mundohena që të realizojmë, do me thënë, një projekt që do t'i përfshi edhe moshat tjera, grup moshat tjera, do me thënë, edhe pse jo më tutje, do me thënë, ta shndrojmë ndoshta edhe në një projekt shumë më të madh ose në ndoshta edhe ndonjë libër ose të shtohen llojshmëritë ose tjetë për secilin muaj ndryshe, diçka. Shumë e bukur. Po. Kjo është një prej projekteve që pritet të realizohet, po ndoshta keni edhe projekte tjera. Pastaj kemi një plan tjetër, po në çdo shkollë fillore dhe të mesme të qytetit, prej në fillim të themelimit të grupit, kemi thënë sikur të kese kështu më shumë grupe, si ky grupi joni. Tash na jemi duke punuar për mbi një projekt i cili në çdo shkollë fillore dhe të mesme të qytetit të krijohet nga një grup leximi, ku aty të udhhiqet nga një antare e grupit am të leximit. Projekt tjetër është që ligjëra... Të formojmë një rrjet. Një rrjet, po. Sa më shumë të shtrihem. Si zinxhir. Po, si zinxhir. Projekti tjetër i radhës të cilën na kemi në mendje apo në plan për të arritur është 30 ligjërata të cilat i ndjekim online, të përfshihen sa më shumë antare edhe të jetë të incizuara dhe të ruhen si incizime, që nëse dikush nuk e ka pasur mundësinë gjatë muajit Ramazanit të ndjek ato ligjërata, të kese mundësinë pas Ramazanit të ndjek, ose nëse një natë ka humbur ligjëratën, mos të kese mundësinë që pas një netë ose pas 2 netë ose kur të kese kohë të lirë, ajo ta ndjeke. Pasi komentojnë ajet për ajeti, për shembull do ta ndjene vetveten me mungesë nëse i kanë ikur 3 ajete, si shembull në komentimit. Kështu do të mund ta plotësona, po veç asaj ne i spjegojmë në mënyrë gojarisht aty, dikush merr shënime, dikush nuk merr, edhe pastaj do me thënë një pyetje t'i vjen në mendje, si do të ishte, çfarë do të ishte ose si ishte, si u tha, kështu që vitin e ardhshëm shpresojmë që të jenë të incizuara, edhe do me thënë kohë pas kohë të kenë një link reference ku të mundet do me thënë ato të aplikojnë. Si punë ritransmetimi. Po, si punë ritransmetimi, po. Në kujtesën e tyre të cilat duan që ta ndjekin. Keni bashkëpunime me organizata dhe shoqata të tjera? Ne si grupi leximit jemi domethënë në kuadrin e Muftinisë së Gostivarit dhe Institutit të Hifzit dhe Bukuleximit të Kuranit, kështu që ne jemi pjesë e atyre. Domethënë bashkëpunimi më i madh është nga ana e Muftinisë së Gostivarit me përkrahjen maksimale që mundohet ta japin për ne. Por në të njëjtën kohë domethënë pasi që jemi një grup i leximit, i edukimit, që kërkojmë domethënë të zhvillojmë çështjen e vetëdijësimit për lexim, ne kena më tepër bashkëpunime me sektorin për arsim në 2 komuna, domethënë komunën e Gostivarit dhe komunën e Vrapçishtit, pse jo edhe me sektoret e arsimit të komunave tjera, ne jemi të hapur edhe për këtë aspekt, ose edhe të muftinive tjera, domethënë. Si, domethënë, këto i kemi si themel, ndërsa bashkëpunime tjera të organizatave tjera në përgjithësi janë në lidhshmëri me Institutin e Hifzit dhe Muftinit. Ne do me themi jemi vetëm pjesë e praktikës së aktiviteteve që bëhen, sepse në njëjtën kohë japim mbështetje edhe në aspektin e aktiviteteve të tjera të Muftinisë dhe Institutit. Ainur, besoj nuk ka përshtuar diçka tjetër në lidhje me bashkëpunimet, meqense Hafsa i përmendi. Janë bashkëpunimet, na e kemi pa më të arsyeshme përderisa jemi një grup leximi edhe kemi për bazë edukimin, arsimimin, shprehimet e lexuarit, më arsyeshme është që bashkëpunojmë po me sektoret për arsim pranë komunës Gostivarit dhe Vrapçishtit, të cilët i falenderojmë që janë ndjerë të gatshëm të kontribojnë dhe të bashkëpunojnë dhe të jenë okay me atë pjesën që kemi një bashkëpunim, hajde të bëjmë diçka më të mirë për nxënësit. Për nxënësit, sepse ishte një risi ajo që u bë, domethënë para 3 viteve në Gostivar, për herë të parë një grup domethënë i leximit dhe muftinia organizimin qendror e realizojnë në shkollën Ismail Qemali, domethënë shkollën fillore Ismail Qemali. Dhe kjo ishte për herë të parë sepse prezant kishte ministri i arsimit, prezant ishte udhëheqësi i Bashkisë Fetare Islame, muftinia gjithashtu dhe gjithë kolektivi i shkollës
Dhe kjo është domethënë një bashkëpunim shumë i bukur që u duk. Në njëjtën mënyrë, të njëjtin organizim e realizuam edhe në shkollën fillore të Gradecit, me kryetarin e komunës të Vrapçishtit, me kolektivin e shkollës së Gradecit dhe sektorin për arsim të Vrapçishtit. Kështu që domethënë ishin bashkëpunime shumë të bukura që ne mendojmë se përkraja e tyre ka qenë shumë e madhe dhe besojmë se do të vazhdojmë këtë bashkëpunim. Njëjtet rang, domethënë. Ja planet për të ardhmen që përmendëm pak më herët, domethënë lidhet. Gjithmonë del diçka në agjendën e së ardhmes. Me që flasim për leximin, të flasim pak për atë se si ndikon apo si sqarohet leximi në aspektin teologjik dhe në aspektin psikologjik, me qenë se janë profesionet e juaja. Anur, të kalojmë në aspektin psikologjik, pra si ndikon, si sqarohet leximi psikologjikisht. Po. Unë do kisha deshur që këtu më shumë të nënvizoj atë përfitimet në aspektin psikologjik të lexuarit, se çfarë përfitime na kemi nga të lexuarit. Realisht përfitimet nga të lexuarit janë shumë të mëdha, si në aspektin emocional, aspektin mendor ose rritja aftësive kognitive dhe përmirësimi i kujtesës do i kisha përmendur si të parën në të lexuarit, rritja e vetbesimit dhe vetvlerësimit. Kur na lexojna libra të cilët kanë për bazë storje suksesi, vetzhvillimin personal, këto nxisin tek njerëzit apo tek individi vetbesimin, vetvlerësimin, rrisin këto. Përmirësimi i shprehjeve verbale dhe komunikimit, kjo është veç se më e dukshme, sa më shumë libra që të lexosh apo sa më shumë t'jesh ardashës apo i të lexuarit, do kesh një komunikim apo një të shprehur verbal më të mirë. Gjithashtu zhvillimi i imagjinatës dhe kreativitetit, kemi libra të shumë të cilët nxisin imagjinatën dhe kreativitetin tek individët, zhvillimi i empatisë, na kur lexojmë me atë personazhet, gjithashtu lexojmë edhe me autorin i cili e ka shkruar. Në këtë formë na edhe zhvillohet empatia tek individi. Reduktimi i stresit dhe ankthit, përmirësimi i humorit, gjendjes emocionale të individit. Përfitimet janë shumë të mëdha, realisht në aspektin psikologjik është veç një temë në vete nëse na fillojmë ta diskutojmë se sa shumë përfitime na kemi nga të lexuarit edhe nga librat. Kjo vëret që ju lexoni shumë, kjo vëret nga oratoria e mrekullueshme që keni edhe në të folurën publike. Kështu që ky një motivim dhe shembull edhe për të rinjët të cilat besoj që më tepër duhet të lexojmë. Të gjithë së bashku më tepër duhet të lexojmë. Atëherë Hafsa, të flasim në aspektin teologjik se si sqarohet leximi në fakt? Kur flasim në aspektin teologjik, duke u bazuar në atë të Islamit, religionit të cilit i takojmë, fjala e parë që ka zbritur është lexo. Dhe kur e sqarojmë edhe në për shkollat se çfarë është domethënë kjo fjala, pse Zoti rastësisht, pse Zoti jo rastësisht e zgjodhi para teje fjala ikra lexo, sepse nuk urdhëroi të lexohet Kurani, ose nuk urdhëroi të lexohet një libër fetar. Por tha lexo në emër të Zotit tënd. Domethënë përderisa qëllimi është që ti të arrish vetëdijësimin, leximi është domethënë kushti i parë. Dhe kërkojnë nga ne që të lexojmë librin e gjallë, që është domethënë jeta në aspektin e praktikës. Por ajo i cila domethënë ne nuk mund të arrijmë vazhdimisht të lexojmë jetën, është e shënuar në libra. Kështu që ne ju drejtohemi librave dhe kërkojmë domethënë aty ta gjejmë atë të cilën neve na është dhënë si mesazh. Prandaj domethënë nga vetë ajeti i parë lexo, Islami i ka dhënë një vlerë të veçantë leximit dhe ka kërkuar nga besimtarët muslimanë që të lexohet. Ajetet të tjera që e ndjekin, domethënë ajetin e parë të zbritur, është se nuk janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Dhe dihet se dituria nuk buron nga librat, por shkruhen librat nga dituria, kështu që ne vazhdimisht domethënë në aspektin për t'u afruar më tepër me Zotin na duhet leximi. Sepse është një thënie që përmendet edhe shumë edhe në popull, Hazreti Aliu e ka thënë se unë bëhem rob i një njeriu që ma mëson një shkronjë për 40 vite. Domethënë vlerën gjenerata e parë e Islamit si profeti dhe shokët e tij ja kanë dhënë në aspektin maksimal leximit dhe shkronjave. Pastaj është përcjellur nga ana e dietarëve të tjerë. Dhe hap pas hapi ose gjenerat pas gjenerat është përcjellur deri tek ne. Por për fat keq, gjeneratat e reja e kanë humbur domethënë atë interesimin e librit. A janë tash shkaqet e teknologjisë, a janë çështjet e kohës moderne që na ka sjellur të dembelizohemi pak më tepër në atë të cilën duhet me durim dhe vazhdueshmëri ta bëjmë.
këto janë domethënë tema që duhet diskutohen, por çështja e leximit unë besoj se tek muslimanët duhet të jetë në një vend më të lartë. Ashtu buron domethënë nga libri i shenjtë hyjnor dhe kjo është nga mesazhet të cilat neve na është dhënë nga Allahu, besoj unë. Domethënë më tepër, më bukur flet vetë Kurani. Nuk janë të barabarta ata që dinë me ata që nuk dinë. Zakonisht çdo porosi, më besoni që mysafirëve të ftuar në studio personaliteteve të ndryshëm, por në fund ka qenë porosia ose mesazhi të rit ose në përgjithësi të gjithë njerëzit të lexojnë. Sepse vetëm leximi një popull e shpije përpara. Është interesant çështja e pjesës, domethënë se okay, e shtyn përpara, por kur mësohesh të lexosh, fillon bëhet shprehis që të mos largohesh më prej saj. Ne kur kena filluar diskutimin në fillim me profesorin Eliesa, na tha kështu: nëse keni në grup antari që nuk kanë lexuar asnjëherë libra, si shembull tha mund t'ja jepni 10 ditë vetëm të hape dhe ta mbyllë kapakun e librit. Që ti krijoj shprehi. Që të krijoj një shprehi. Dhe thot pas 10 ditëve, le ta hape kapakun, le ta lexoni një fjalë, ama vetëm aq. 10 ditë le ta vazhdoni ashtu. Pas 10 ditëve, le ta hape kapakun, le ta lexoni më tepër se një fjalë, diku ndi gjysmë faqe. Dhe thotë le të vazhdoni 10 ditë. Pastaj 10 ditë të tjera, një faqe. Le ta hape kapakun, le ta lexoni një faqe. Dhe kështu do ta ndjeni nevojën se ajo minutë kur të vine si pjesë e alarmit. Kur mësojmë të zgjohemi në ora 7 edhe pas 10 ditëve pa alarm do të zgjohemi në ora 7. Edhe pjesa e leximit do të bëhet të shprehi në atë mënyrë. Fal, ne kemi pas krejt anëtarë që kanë qenë të dashuruara me leximin që kanë ardhur, por jemi të hapur edhe për ato që nuk kanë qenë asnjëherë domethënë pjesë e leximit, sepse ne mund t'ju ndihmojmë të jenë domethënë të kyçen në këtë aspekt. Mbi atë se na bëjmë shumë thirrje të shtohet të lexuarit, të rinjt, si ta shtojmë të lexuarit, ose lexoni sa më shumë libra, gjithkush u thot të rinjve, lexoni sa më shumë libra. Po mënyrën dhe shprehinë e krijimit. Diçka që ju ndihmon të rinjve, mendoj se është modeli, të mësuarit sipas modelit. Sidomos tek fëmijët e vegjël, nëse prindrit vetë nuk lexojnë libra, nuk mund të pritet që për një fëmijë të lexojë libër. Nëse mësimdhënësit nuk lexojnë vetë libra, nuk mund të kërkojsh prej nxënësve të lexojnë libra. Pastaj një tjetër pikë është edhe përzgjedhja e librave, çka do lexohet. Mendoj që në shkollat tona ende përdoren tituj shumë të vjetër që ma për fëmijët tashmë nuk është tërheqëse, se tash neve na ka kaplu teknologjia, fëmijët kanë informacione të mjaftueshme dhe të bollshme mbi gjithçka që është duke ndodhur në botë edhe në vend. Dhe titujt të cilët u jepen fëmijëve për t'u lexuar dhe që kërkohet prej tyre ti lexojnë dhe vetëm ti ritregojnë në mënyrë mekanike. Mekanike, kjo e bën që ato të pak të stepen edhe të mos krijojnë shprehi të lexuarit. Po thjesht vetëm sa për sy faqe apo sa për t'ja mbush mendjen profesorit apo mësimdhënësit që unë e kam lexuar librin, okay, është deri këtu. Përzgjedhja e titujve të cilët ju jepet obligim nxënësve për t'i lexuar, duhet në mënyrë shumë precize dhe delikate të zgjidhet nga ana e mësimdhënësve. Çfarë këto fëmijë kanë nevojë për të lexuar? Edhe çfarë ato do nxjise dëshirën për të lexuar. Këtu e kemi edhe normalisht mund të zgjerim libra të cilët nxisin imagjinatën, nxisin kreativitetin. Jo libra tashmë që vetëm ma janë tituj shumë të vjetër, unë kam shumë respekt dhe mirë është që na t'i ruajmë gjithë librat. Mirë po, kjo është janë burime të vlefshme. Mirë po, kjo e ka step pak të rritë që të tërhiqen nga leximi. Gjithashtu edhe të modeli është diçka shumë e rëndësishme. Përderisa ti një fëmijë gjithkën në telefon duke ndetur, ai nuk do marrë një libër për të lexuar. Duket absurde pse unë tash duhet marrë të lexoj kur gjithë tjerët janë duke ndetur në telefon. Në fakt, ju keni këtu modelin më të mirë për ta ndjekur, vetë drejtorin që përmendet, kemi parë në rrjetet sociale që çdo vit ka një numër të madh të librave dhe titujve që ai i lexon. Dhe vetëm për fund shumë shkurt, cilat ishte porosia juaj? Porosin e kemi, domethënë, unë besoj prej fillim deri në fund e kemi thënë vazhdimisht porosin, por besoj se ngritja e një populli nuk mund të bëhet pa libra, sepse nëse merret arti dhe letërsia për një populli, ai popull mund të llogaritet i vdekur. Domethënë, për ta ringjallur vetveten dhe vendin ne ku jetojmë, unë do të kisha lutur që është pak vështirë, po ta është teknologjia e ka sjellë edhe e leximin, domethënë që mund të themi leximin elektronik, ku teknologjinë atëherë ta shfrytëzojmë ne për lexuar, domethënë. Ainure, porosia për në fund? Ashtu edhe siç e tha Hafsa, na prej fillimit deri në fund, vetë se ma kemi lanë porositë tona, po si për fund do kisha dashur që të theksoj
veç të lexuarit e leximin e librat të theksoj edhe vullnetarizmin. Do kisha bërë prej këtu thirrje që të rit të merren sa më shumë me vullnetarizëm, të bashkohen në grupet jo formale siç jemi na, me shoqata, organizata qeveritare, të merren me vullnetarizëm se kjo i rrit ato. Rritja nuk ka çmim. Sigurisht. Vajza, unë ju falenderoj shumë dhe njëherë ju përgëzoj për punën e madhe që ju bëni. Uroj që në të ardhmen të realizojmë dhe temat të tjera bashkë në emisionin ton edhe me antarët të tjerë të grupit tuaj. Ju falenderoj shumë që ishi pjesë e emisionit ton. Falenderoj shumë ju për ftesën. Faleminderit Aljana. Ishte kënaqësi e jona. Kënaqësi shumë e madhe. Shpresoj të takojnë edhe në festival. Patjetër që po. Faleminderit edhe një herë shumë. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetet dhe ishte pasditja e sotme. Ne bashkë do të qihemi sërish nesër me tema të tjera, risi të tjera, personalitetet të tjerë. Ju vazhdojnë që ndroni me programet tona në vijim. Ju urojmë një pasdite të këndshme dhe për gjithë agjëruesit një agjërim të pranuar. Deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.